Tmerr. Nuk e ti, o, zoti madh, ishte mirë, më mirë mos të kisha provu blush kur. Let's talk about your ex. Përshëndetje! Sot jam në një setting totalisht tjetër, sepse nuk kam qenë shumë në terezi këto kohë dhe që të bëja video serioze, pak podcastore, nuk isha shumë në mood, dhe vendosa që të jem shumë vetja ime girly. Tani, nuk ishte ideja ime kjo video në fakt, kjo ishte një video që unë ja pash një creatore greke dhe ajo kishte bërë total make-up nga një firmë që nuk është shumë e njohur për make-upën. Primarku. Sigurisht që vlerësoj shumë gjitha këto firmat e make-upeve të shtrenjta, por vlerësoj akoma më shumë gjetje të mira të lira. Për të gjitha këto produktet e Primarkut që unë kam blerë dhe pash në dyqan, ishin të gjitha vegane dhe cruelty free. Unë sot isha në zyrë, po këtu rashi në pjesën e parë të ditës, edhe po çka se tani ka super dritë. Në pjesën e parë të ditës ishte një shi i tmerrshëm dhe flokët e mia ishin ashtu siç ju i pat. Shpresoj që tani të jenë pak më mirë. Powder brush, që është kjo këtu. Kam krim fokusohet. Do bëj këtë në tim realitet. Kam cream blush brush, perfect for applying cream blush or highlighter. Por unë s'kam marrë cream blush as highlighter, kështu që kjo do doli automatikisht jashtë loje. Oh, unë nuk vura mikrofon. Kam marrë dhe 2 concealer blender sponges dhe këto të dy bën 2 euro. Si fillim, gjëja për cilën unë jam më shumë excited nga të gjitha, është kjo moisturizing lip buff. Është hidratues për buzët dhe kushtoi 3.5 euro. Vika është shumë mirë. Mund ta kendret në një firmë tjetër, po unë jam shumë e pa updateuar. Kjo tani ka kështu si tip qimesh të vockla që ti të bësh një si tip eksfoliimi të buzët. Shpërtheu i çik. 2 hours later. It's a lot. Një mpiu pak buzët, shija s'është shumë e mirë. Një gjë tjetër për buzët që kam marrë është ky lip balmi që kushton 3 euro e gjys. Është me shalqim. Just se keni qef edhe. Pak ASMR rrotullohet. Era shumë e mirë dhe ka këtë formatin kështu. Stepi i parë që unë mora, sepse sigurisht nuk mund të bëja hile, kam marrë kopjen e atij kremit hidratues, ky edhe paketimin e ka totalisht njësoj nga brenda. Konsistenca është pak e trashë, nuk është shumë creamy. Po kjo është pak si shumë e trash. Do doja të dija nëse ju e ndoqët Eurovisionin, se ne jemi takuar ose se kemi diskutuar bashk. Por Eurovisioni për mua ka qenë gjithmonë një kështu si pjesë e ADN-s time dhe rritjes time, sepse në Greqi Eurovisioni është i shenjtë. Dhe unë e kam ndjekur çdo vit dhe çdo vit shpresoja që Greqia të fitonte, se aq deluzionale isha. Kishte rëndësi se ça këngë kishte dërguar. Para se të vazhdoj muhabetin e Eurovizionit, unë kam marr liquid concealer. Dua t'i bëj për shkurt, po edhe shkurt. Në Primark kishte liquid concealer që ishte si djup edhe nga kutia i Tartit.
Dhe mu duk, por s'kishte, domethënë ky për Marku këtu në meni, nuk ishte asgjë me thënë të drejtën, fare, kishte vetëm kishte ngel budalliqe. My life. 10 minuta video unë jam duke hap concealeri. Ishte më e thjeshtë që mendova. Okej. So si që po thoja, unë jam mësuar që, domethënë Eurovisionin ta shikoj dhe të jem një fanse shumë e zjarrt të Eurovisionit. Okej, numër 1, aplikatori merr shumë pak produkt. Aplikatori i asajt esencës dhe që është ajo True Skin, që është ajo, është shumë i mirë, 1000 herë më i mirë. Edhe nejse, si që po thoja, jam mësuar që ta shikoj Eurovisionin fanatikisht, me vite me radhë, dhe unë isha shumë, ose jam shumë krenare për ndërkimin ose për faqësimin ton këtë vit në Eurovision, por kur më thonin në shtëpi, sidomos babi, se babin e kam realist nga i gjithë shtëpia, më thonë Eurovisioni është politik, normal, është lojë politike, është kështu, është shumë. Kur isha e vogël the, që thot, ky sa exagjeron. Edhe unë u mërzisja dhe thoja exagjeron pak, por pasi pash rezultatin e këtij viti, unë kuptova që ai kishte super të drejtë. U mërzita pak them të drejtën, po që mendoj që Beatricia me Kolën, pra shkodra elektronike, ka fituar shumë më shumë se thjesht një vend në Eurovision, sado që mendoj që si vend doli shumë decent për aq lek sa shpenzuar në për Eurovisionin shqiptar. Tani me pika në fytyrë, concealeri që është liquid concealer medium coverage with caffeine and vitamin D, my perfect color quhet concealeri dhe kushton 3 euro. Tani, kjo po thahet më shumë se që duhet. Pravanicën pak të shtypur. Duhet ta kisha lag pak. Tani mundojmë që ta hapim. Nuk është se më duket sikur po hapet të drejtë. Edhe kjo më shumë po e fshin se sa po e hap, dhe më duket më shumë si korrektor se sa si concealer. Është shumë i bardhë, po I'm sorry. E të mërshme, është horrible. Horrible, shiko. Edhe unë kam gjithë fytyrën me këtë gjën. Nuk dua të jem më negative se që duhet, do provoj të vej dhe pak në një spot dhe ta hap direkt. Do vej pak të syri. Sy. Janë gjithë dorca këtë thumbs up. Thumbs up. Janë gjithë dorca këtë nos. Edhe ta hap direkt, sepse I don't wanna be unfair. Okej, është pak më mirë kur e hap direkt. Ja, diferenca le të themi. I lë pak të thahen sepse mbulojnë më shumë në zonën ku ti i le të thahen, nëse ke për shembull akne ose diçka të tillë. Ta hap shpejt. Oh no. Gjithmonë bëhem pis, gjithmonë. Por nuk kam kohë që të flas shumë se ky concealeri u tha ka me shpejtësinë e dritës. Ky është concealeri më i keq që unë kam patur në jetën time. Tani u bë si kos. Oops, sorry. Vetëm po deshët me lynë e këpucë në një gjë. Rin zgjat për gjithmonë. Vim fondatina ka kushtuar 3 euro e gjys, është my perfect color, pra është njëjta tematik me këtë. Dhe kam përshtypjen se këto janë imitimet të L'Orealit. Medium to full coverage, unë kam disa kohë që i premtova vetes që ti do jesh e gjallë në social media dhe sigurisht duke qenë se po merrem me këtë punën e YouTube-it, duhet ta mbështes edhe në social media të tjera. TikTok-u e di që nuk është për mua, sepse është shumë short content që unë të shpalos karakterin tim dhe e di që unë nuk e përmbledh dot veten në aq sekonda, ose të bëj diçka shumë interesante në aq sekonda. Kam vendosur që të postoj më shumë, dhe duhet të postoj më shumë, por
shkova në Shqipëri, erdha prap, isha shumë e lodhur, gjithë ky ndryshim më nxjerr komplet nga comfort zone dhe nga ajo që unë bëj gjithmonë, ose nga rutina ime, dhe prandaj nuk kam postuar më, por dua të rikthem dhe po rikthem avash, prap në rutinën time, prap në frekuencën e postimeve të mia. Dhe kam shumë punë të tjera për të bërë, por we are here. Edhe konsistenca e kësaj. Edhe mendoj që është pak më besh se që jam unë. Unë kënaqem shumë me postimet në Instagram që bëj. Nuk është që era më pëlqen, ka njerë pak kështu healthy, le të themi, edhe unë nuk kisha kariku kamerën sa mirë. Kjo është ana që lyva fytyrën me foundation. Kjo është ana pa, kjo është ana me, kjo është ana pa. Pëlqen që ka një si tip shkëlqimi, sado, që një fondatin e mirë të mbulon pak teksturën e fytyrës, më duket sikur kjo ta thekson, por siç thash, unë po mundohem shumë që të bëj punën time 9 to 5, 9 me 5 do me thënë, dhe të bëj këtë krijimin e kontentin. Struggles nobody knows about. Shikoni fix teksturën e lëkurës time. Unë lyt gjithmonë dhe veshët. Mbase një life update është që unë së fundmi kam bler një multi-cooker. O Zot i madh. Është shpëtimi i jetës së njerëzve që nuk duan të gatojnë dhe gatojnë vetëm që të jenë gjallë, dhe njerëzve që gatimi i merr shumë kohë nga jeta dhe jeta e tyre është plot. Është shpëtim. Që jam shumë e lumtur për këtë. Tani, next step janë brow taming kit. Ky brow taming kit kushton 4 euro. Pra 4 euro supozohet që kemi një krëhër vetullash, një gel vetullash dhe një laps vetullash. Ka edhe një piskator, por që s'ta përdor për momentin. Duket se kjo ngjyrë që kam marrë është shumë pa lidhje me ngjyrën time. Nuk e dia shkruan kjo ngjyrë. Skandal. Laps, skandal. Unë nuk shquhem edhe për bërjen e vetullave. Produkti më preferuar për vetullat është ai i Benefitit. Oh my god. Mendoj që i kam dhënë një formë okay. Brow gel. Okay, nuk bën asgjë. Literalisht nuk bën asgjë. Këto lekët më mirë hidhin në plena se sa të marrësh brow gelin e Primarkut. 2 hours later. Duke shpresuar që do bëj diçka, ja ku është vetulla. E kam bë pak si Brezhnevi këtu. Bëjmë anën tjetër, shpejt. Shiko strukturën ta jep, por mendoj që ka produkte shumë herë më të mira se sa ky, domethënë me pak a shumë një çmime, kam fjalën për produktet e esencës. Mendoj që bëjnë 1000 herë më mirë punë se sa ky. Atëherë, kam marrë këtë paletën neutral, që ka gjasme ngjyra neutrale, dhe kushton 3 euro. Dhe ka këto ngjyrat, se nuk e kam heq letrën akoma. Unë e përmenda dhe në videon më përparshme që make-upi nuk e kam bërë ndonjëherë as profesionalisht, as me në një kështu qef të madh, me thënë të drejtën unë kam filluar të luaj shumë vonë, ngjyrën bezh në fillim, edhe zakonisht me ngjyrë shumë të hapur, unë më të hapur në lyj pjesën e brendshme të syrit. Pastaj, nëse dua ta zhvilloj, zakonisht e lyj me ngjyrën pak më të errët dhe mund bëj edhe i çik si bazë për ngjyrat të tjera, po kështu si nisa unë, doli si... Unë kam hooded eyes dhe zakonisht mundohem që të lyj këtë pjesën
këtu edhe pak më lart që kur syri të hapet të ketë prap pak ngjyrë. Dhe nëse siç po thoja, un kam filluar të luajm shumë vonë, kam filluar të blej make-up-e shumë vonë. Me thënë, nëse shoqet e mia janë lyer më përpara, un kisha 2-3 gjëra shumë bazike ose gjëra të mamit që ja, shikon, kam literalisht ndryshe 2 syt. Model o bobo, sa dhimbka kur ti bë ke gabim me këto. Që kur kam qenë e vogël, unë dhe pasqyra kemi qenë BFF dhe mendoj që edhe për pjesën e make-upit më ndihmon, sepse di se qa bëhet këtu në fytyrën time dhe kush janë këndet e mia dhe gjërat, por më ndihmon edhe në pjesën e fotografisë, sepse gjithë më thonë sa fotogjenike je, dhe ja atriboj të gjithë gjën vetes time dhe kohës time në pasqyrë. Do marr pak më të errët. Mundohem të bëj një tip si vizim disi si penel. Make-upi mendoj që është mënyrë e të shprehurit, është realisht art. Shoqëria në Shqipëri të shtyn të bësh gjëra, jo të shtyn, po shtyhesh që të bësh gjëra të cilat mbas edhe vet nuk është se i pëlqen shumë. Unë i përgëzoj të gjithë personat që lyhen bukur, por nuk mbështes pjesën që lyerja duhet të maskoj apo të fshesh. O zot, marrë bateria. Tu më pash se sa skandal duket në video make-upi im, por live ju betohem, është shumë i bukur se që është në video. Po mbestis shumë kjo kapsja. Unë atje nuk gjeta eyeliner dhe mora guximin e madh që unë të marr doja që të bëja pak fare eyeliner të zi me të zezën e kësaj paletës. Të shikojmë ç'të ndodhi. Unë mendoj që video ime jep vibe shumë 2016 make-up tutorial, por në fakt kjo video nuk është as pak tutorial, është thjesht të shikoni që mund të arrihet një rezultat shumë i mirë me gjëra të lira. Ja ku bëra një si tip peneli. Shumë nuk është as smoky eye, as gjë nuk është kjo gjë që po bëjmë ne sot. O zot, njëri sy del gjithmonë më i bukur se tjetri. Kë ka dalë super, ka dalë si kak. Sikur Perëndi sikur e ka bërë në një 5 vjeçar. Mesh me Sonida. Njëri sy është ndryshe, tjetri është ndryshe, por zejeni sikur janë 2 teknika të ndryshme make-upi. Do vendosh siç ju thash, unë desha të gjeja dhe blush kremos dhe kontur kremos, nuk gjeta asnjë gjë. Bronzeri është bronze powder bronze dhe unë kam marr cool toned bronzer. Kushtoi vetëm 4 euro. Është realisht kopje tyre të Benefitit. Ka edhe pasqyrë, po ka edhe këtë brushin. Pse po bëjmë gjithë unboxing? Kam shumë frikë. Kam shumë frikë si sta drejtoj, zot më ndihmo me këtë bol u fëlliqa në këtë video. Por ky është një bronzer për 4 euro, shumë i mirë, mendoj. Ishte më mirë me këto. Sikur ma ka rast dikush në grusht, normale. Sikur ma ka rast dikush në grusht, normale. Shikoj video në editim, do pentojmë që kam zgjedhur këtë video. Gjatë kohës që nuk ishit këtu se mua më mbaroi bateria, unë kam bërë disa ndryshime, unë mundova të sfumoj pak të penelin që bëra. High pigment blusher dhe është 2 euro në shading Secrecy. Jam kësajt Primarkut. Vazhdojmë. Unë tani pak drita dhe nuk e di çfarë po bëj,
por po shpresoj të jetë një God, mirë që ngjyra s'më pëlqen, po qeka, unë këto brashet e mdhaja nuk jap dot edhe pigmentimi qeka. Mendoj që do jem faili më i madh në internet. Tmerr. Nuk e di, sot i madh ishte mirë, më mirë mos të kisha provu blushin kur. Ju betohem, drita këtu does me wrong. Atëherë, këto janë si të mos vendosësh kurrë make-up në fytyrë. Gabim. Pas kemi edhe një kështu që ta aplikojmë. Ky pressed powder kushtoi 3 euro. Le të shikojmë çfarë bëhet këtu. Se pressed powder doli më i errët. Qa merr ti madh. Doja me bu muhabet e tjera, po u shokova si mund dikush të faili kaq rënd, se zakonisht nuk jam kaq keq për zotin. Për zot në madh, zakonisht qëlloj dhe del super. Sot që unë vendos të bëj video make-upin, do doja të dija nga ju, kush është një produkt që realisht e keni zbuluar rastësisht dhe nuk jetoni dot pa të, nuk ka rëndësi, mund të jetë high-end, mund të jetë drugstore, nuk ka rëndësi, po do doja shumë të dija kush është një produkt që nuk mund të bëni pa të. Përfundojmë videon duke bërë buzët, u mërzita pak me thënë drejtën. Isha përgatit që video të dilte shumë më mirë, por mund të shikoni dhe make-upin në një dritë pak ose më saktë në një kamera jo aq profesionale. Lips. Këtë lip pencil e ka marrë plot 4 euro. Sorry për afoljen time. Dikush po më shkruan. Who's that? Unë zakonisht kur lye buzë, kjo djeg. Harrova, kjo është plumping liner. Por për të djegur, djegsin harados. Mendoj si ngjyrë shumë e lezetshme, është shumë nice. Por djeg. Gloss, që ky ka kushtuar vetëm 2 euro. Okej, thank God që hapen kështu këto dhe... Glossi ka erë fantastike. Aplikatori si kur e bën një gloss. Vendosim dhe maskarën që kam zgjedhur. Harrova të them çmimin. Çmimi i kësaj është 1,30 euro. Unë mendoj që maskara ose rimeli është ai që lidh komplet make-upin, e adhuroj. Diferenca që bën një sy i lyer me rimel me syrin tjetër pa rimel është gjigande. Pa rimel? Me rimel. Mendoj që, okej, s'ka dal keq si make-up. Më shkruani në komente nëse ky do ishte një make-up që do bënin për të pirë diçka. Prep and Perfect, kjo ishte gjëja e parë që unë provova, me vitamin E dhe është moisturizing primer. Nuk mund t'jap not për këtë, por ishte okay, duke qenë se është 5 euro, edhe është një ndër gjërat më të shtrenjta ose më saktë më shtrenjta e gjërave që kam bler. I wanna test this. Mendoj pse më kruhet këtu, mbase ndonjë nga produktet. Ishte ky liquid concealer që mendoj që nuk ja vlen. Mund të lyni muret, mund të bëni çdo lloj gjëje tjetër përveç se ta veni në fytyrë. 0 nga 5.
Sepse as mbulim nuk mu duk sikur më bëri si Casper, ishte si korrektor. Më thënë, asnjë nga gjërat që unë vlerësoj në një concealer, ky nuk e kishte. Është medium to full coverage, e bën atë që thot, ka një natural finish që unë e pash, kishte atë si tip shkëlqimi që unë zakonisht nuk i preferoj. Më pëlqeu. Çfarë nuk më pëlqeu te ky ishte që thahej shumë shpejt dhe mendoj që bëhet shumë i fortë dhe nëse do ta ripunosh, siç unë ripunoj gjithmonë make-upet e mia, ky nuk është ai lloji për ty. Dhe unë do i veja një 3/5, nuk ishte produkti im i preferuar, por mendoj që edhe mund ta përdor ndonjëherë tjetër. Kjo për buzën, mendoj që edhe këtë duhet ta provoj edhe herë tjetër. Më pëlqeu ajo si mpirje e buzëve që bënte, nuk më pëlqejnë shumë të gjërat e shumë të lëngshme në buzë. 2/5. Kjo gjëja është totalisht useless. Mendoj që nuk i bëri asgjë buzëve të mia, era nuk është në një gjë wow, domethënë nuk është wow. Duhet ta riaplikosh 450 herë, kështu që i kishte total bullshit. Kur e prek, nuk besoj se ju do e veni re, po është realisht karton si teksturë. Është 1/5, është shumë afër bullshit, po do e përdor dhe herë tjetër, kështu që po jap 1 pikë. What the hell? Kjo është një palet shumë basic, mendoj, që ato të Catrice's janë më të mira. Ishte okay, por 2/3 se me shumë mundësi do e përdor më kurrë. Bronzeri mua çuditërisht më pëlqeu. Dhe më pëlqeu ngjyra, më pëlqeu si hapej, më pëlqen shumë gjëra te bronzeri, kështu që do e rekomandoja. Worth it, 4/5, se nuk ishte produkti im i preferuar. Mendoj Rimmeli për mua ishte shit, më mirë këto 1,5 €, rri pa Rimmel se sa të desh të Rimmelin, kështu që 0/5, nuk bëri asgjë. Mori shumë, duhet ta kaloja shumë shpesh që të merrte ngjyra dhe të ndryshonin pak formë çurpikët e mia. Pressed Powder Foundation, 3 €, më pëlqeu shumë, më pëlqeu, them të drejtën. Ngjyra mund të jetë pak e errët, por më pëlqeu aplikimi, më pëlqeu që kishte atë sponxhin brenda. Dhe mendoj që e bëri punën e një pressed powder, 4/5. Më pëlqeu ngjyra, më pëlqeu që bënte plumping, po themi 2,5 me 3/5, 2,5. Blushi nuk më pëlqeu ngjyra, nuk më pëlqeu hapja, nuk më pëlqeu asgjë, më pëlqeu vetëm që ishte si me xixa, kështu që 1/5. Unë i rezervova momentin e fundit make-upit që mua më pëlqeu më shumë. Ishte ky lip glossi. I loved it. Realisht, ngjyra më pëlqeu shumë, më pëlqen shumë era që ka, më pëlqen tekstura që nuk ngjit dhe mendoj që meriton 5/5 dhe nëse do ishte një nga produktet që do thoja duhet bler, nëse do shkosh tek Primarku dhe do të blesh make-up, ble këtë. Le çdo gjë tjetër që ekziston dhe ble këtë. Shpresoj që kjo video të ketë ndihmuar që të rimendosh mbase blerjet e tua të make-upit, që mendoj që edhe si rezultat është okay, domethënë mund të dalësh me këtë fytyrë në rrugë. It's not my favorite, definitivisht, por it's not that bad. Me të njëjtin çmim ose pak fare më të shtrenjtë mund gjetë gjëra shumë më të mira. Në total, mua më ka shkuar kjo blerje 51,10 €. Nëse do doje që unë të bëja video të tjera, të make-upeve të tjera dhe jo kaq të shtim sa ky me firma të tjera, please let me know. Për sot dhe videon ton
të sotme, të javës tjetër. Ju uroj gjithë të mirat. Ndjem si ai natën e mirë dhe pa çfat. Take care. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do.